Hej miq, përshëndetje. Ju falenderoj që ju kam në këtë live dhe do të qëndrojmë bashkë për minuta të tëra, do të flasim dhe do të diskutojmë, por ditën e sotme dhe unë dua të ndaj me ju një histori që më ka emocionuar shumë teksa e kam prezantuar në studion pa gjurmë në Report TV. Por si fillim dua t'ju kujtoj rrjetet e mia sociale, Instagrami Odeta Dume Mandro, është TikToku Odeta Dume Mandro, si dhe fanpage-i në Facebook Odeta Dume. Mirë, jemi gati, le të fillojmë. Ju bëni gati pyetjet tuaja dhe unë do t'ju përgjigjem, por dua ta nis me prezantimin e një historie që jam e sigurt që dhe ju të gjithëve do t'ju preki ditën e sotme. Një 48 vjeçare të dashur miq më ka telefonuar nga Gjermania dhe kërkonte nënën e saj biologjike. Unë padyshim i bëra ftesën që të vinte në programin pa gjurmë, ku ta denonconte aty historinë dhe më pas ne të vazhdonim kërkimet. 48 vjeçaria quhet Rudina Balliu dhe kishte ardhur në jetë në 29 qershor të vitit 1976. Vetëm kaq dinte si fillim, ishte braktisur nga nëna e saj biologjike që ditën e lindjes dhe kishte kaluar në shtëpinë e fëmijës në Durrës. Kishte qëndruar pak muaj aty dhe më pas ishte birsuar nga çifti Fortuzi dhe bide Sanie Fortuzi këtu në Tiranë. Ata i kishin dhuruar shumë dashuri, e kishin rritur si një princesh, por në klasën e 4, Rudina, një shoku i bankës, i tregon që ishte një fëmijë i birsuar. E kishte përjetuar shumë, kishte shkuar tek nëna duke qarë. Ajo ja kishte mohuar sigurisht. Nuk i kishte treguar asgjë. Duke kaluar vitet, ajo dëgjonte zëra lart e poshtë. E në fakt kështu ndodh që bashkëmoshatarë të cilët dëgjojnë në familjet e tyre ndonjë histori, kur dalin për jashtë ta flasin me shokët dhe kështu Rudinës ja kujtonin dhe ja thoshin shpeshherë që je një fëmijë i birsuar. Në momentin që ajo vajti 14 vjeç dhe mori guximin që t'ia kërkonte këtë gjë nënës, nëna e saj birsuese, e ndjera se është larguar nga kjo jetë, Sania, diagnostikohet me një sëmundje të rëndë. Nuk ja thot, por vazhdon t'i shërbej nënës së saj. E kuptova, më tha, që isha një fëmijë i birsuar, sepse pasi u rrita kuptova dhe diferencën e moshës së prindërve, që prindrit e mi ishin shumë të mëdhenj në moshë dhe ndërkohë shokët dhe shoqjet e klasës, kur vinin prindrit i merrnin nga shkolla, ishin shumë të rinj krahasim me prindrit e mi, tha. Dhe e kuptova, por nuk doja ta lëndoja nënën, ajo ishte e sëmur, nuk doja t'i hapja një plagë dhe vendosa të heshtja, tha, mos të flisja në familje. Por e përjetonte, sigurisht ajo e përjetonte këtë gjë. Në moshën 16 vjeçare, nëna e saj, pas 2 viteve që u diagnostikuam sëmundjen e rëndë, ndron jetë, fatkeqësisht. 2 ditë pas vdekjes së saj, që ishte përcjellë banesën e fundit, që kishte shumë njerëz në shtëpi, kishin ardhur tezet, që prisnin të bëheshin të treta, të shtata, siç janë teoritë tona. Rudina teksa po bënte punë të shtëpisë, na gjen një letër. Gjen një letër dhe e merr hap dhe lexon vendim gjykate. Dhe lexon rreshtin e parë. Nevila Resuli e datlindjes kaq, që përkonte me ditëlindjen e saj, birsuar nga çifti Fortuzi në Tiranë, në filan datë, në filan muaj, dhe ajo u lëret në dhomën ku ishte dhe bërtet dhe qanë. Në atë kohë vete tezja, dhe e pyet që çfarë ke, i thot tezja, dhe ajo i tregon vendimin e gjykatës. Tezja ja merr dhe nuk ja jep dhe nuk i tregon asgjë. Pra, Rudina nuk mundi dot të lexonte qoftë dhe vendlindjen e saj, nga ishte si quhesh nëna biologjike, por nga i vendim gjykate ajo e vërtetoi. U mundua pastaj me babain e saj birsues, se ka pasur një lidhje shumë të veçantë dhe e donte shumë babain e saj birsues dhe biun, i cili dha i fatkeqësisht është larguar nga kjo jetë, pra të 2 prindrit që e birsuan kanë ndruar jetë. Ju luti tregonte atij diçka për nënën, por dhe ai nuk i tregoi. Edhe ai sekretin e mori me vete, u largua nga kjo jetë. Dhe kështu Rudina u mundua nëpërmjet institucioneve të mësonte diçka, por te gjendja civile kishte mësuar që vendlindjen e kishte fier dhe se emrin Nevila ja kishte vendosur dyshohesh nëna e saj biologjike që e kishte lënë në spital. Se në momentin që prindrit birsues e birsuan në vitin 1976, në fund të 76-s, i ndryshuan emrin dhe ja vendosën Rudina dhe sot njihet Rudina Balliu. Pas shumë vitesh që i kishte humbur shpresat, ajo vendos ta bëj publike historinë dhe vjen tek emisioni pa gjurmë.
që në momentin që ne prezantuam historinë e saj, mbritën një lumë informacionesh. Na mbriti një mesazh që unë dua ta lexoj, sepse e kam printuar dhe ta kem me vete, një mesazh që na çoj, sepse po ju tregoj dhe paskuintat e pagjurmit. Pra, si funksionon një histori, si vjen në redaksin ton, që punohet, prezantohet, vin informacionet, ne pastaj rendim pas informacioneve, dhe si i gjejmë ne këta njerëz të humbur, sepse shpesh po vin mesazhe që na tregon për paskuintave, ç'a ndodh. Dhe unë realisht në këtë moment po ju tregoj se çfarë ndodh në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jam një dëgjuese rregullt shkruajtja jo në emisionin Pa Gjurmë. Pasi mbaroi pjesa e parë e emisionit, dëgjova pjesën e dytë, kur Udina Balliu, e ashtu quajtura, kërkonte nënën e saj biologjike. Unë jam besa e saj, thot, dhe jetoj në Itali. Dhe ajo është halla ime. Halla ime ka bërë një vajzë jashtëmartese dhe ka lënë në befotrofin e Durrësit, ku të gjitha të dhënat përputhen me ditëlindjen e vajzës që ishte në studion tuaj. Unë, thot zonja, e kam vuajtur shumë këtë pjesë nga ana psikologjike, se më thoshin je mbesa e asaj. Se flasim për vitet para 90, do me thënë që paragjykoheshe në maksimum nga shoqëria e asaj kohe. Do me thënë, nëse halla kishte bërë diçka, edhe mbesat paragjykoheshin. Kështu më shkruan. Dhe më vriste shumë opinioni, se më thoshin halla jote ka bërë, këtë fjalë nuk dua ta përmend. Është shëmtuar kjo fjala, në fakt s'dua ta përmend. Ka bërë një fëmijë jashtëmartese. Unë isha e vogël, por i mbaj mend të gjitha. Megjithatë, s'dua të zgjatem. Halla ime jeton, na jep qytetin, adresën dhe numrin e saj të telefonit. Një histori që me këtë informacionin e parë, ne e gjetëm, na erdhën të gjitha gjërat brenda 24 orëve. Edhe këto janë histori që ne gëzojmë, që brenda 24 orëve e zbardh dhe i gjem personin që është kërkuar në studion e emisionit Pa Gjurmë. Dhe kështu nisëm në atë qytet ku ishte zonja. Por janë historira goxha të vështira, sepse ti do shkosh të trokasësh në një derë që nuk e di çfarë do të presi. Nuk e di se si do jetë reagimi i saj. Nuk e di me kë jeton, a e ka treguar në familje. Janë shumë gjëra, por gjithsesi ne jemi të detyruar të shkojmë, të gjejmë formën për ta gjetur atë zonjë, për ta takuar dhe për të folur. Shkuam në atë qytet, le të themi është diku në jug perëndim të Shqipërisë. Shkuam, e gjetëm zonjën dhe ajo na refuzoi. Ajo na refuzoi, në fakt, u trëmb nga logoja, Report TV, televizioni, u trëmb nga kamera, nga gjithçka, dhe pse u munduam që t'i thoshim do ta fikim kamerën, ulemi, pim një kafe, flasim, që në fillim tha jo, keni gatruar adres, nuk jam unë, edhe pse i tham, ke të njëjtin emër, të njëjtin mbiemër, vendi ku jeton, të gjitha të dhëna na kanë sjellë tek ty. Për momentin edhe dyshuam, ndoshta ai mesazh që na erdhi nuk ishte i sakti. U munduam të lidheshim me zonjën që na dha informacionin, por ajo tha, është halla ime dhe kjo është historia e saj, tani nëse ajo e refuzon, unë nuk kam çfarë të them. Bëm të pamundrën që të moshuarën, të flisnim qet me të, gjetëm format, ulëm dhe pim një kafe. Ajo e pranoi që ishte ajo nëna dhe na tregoi çfarë i kishte ndodhur në jetë dhe pse e kishte lënë vajzën në jetimore. Doni ta dini? Jam e sigurt që doni ta dini. Isha e re më kapën në kur pashu ushtarë në atë kohë që ishte. Kur i kërë në përvapë në përshatë, në fjeri në fshatë edhe. Gjela është të zame, nuk u të regova gjë atyre. Pjo, në të më jetë a i zeta, nuk e di se kam qenë. Më kapën në përdonuan, as prindit dini gjë, as gjë. Blindja e beja, gjërësa shu, sa zunë dhime vajtë në spital. Kam përporën, e mori spitali, jetimari, ku di, jo një këllë në shpi.
Pajtë fëmija e në durës ishte ajo, me qonë mua. Pasaj se ku ashu e qonë nuk e di. Nuk do një fëmija, nuk i kërkova, edhe se duhet. Qa do ashu tani? Jo, fare. Fare. Se sa, qambet. Po, dhe kanë digjorë, kanë shita pje që bera, qambet. Të rria ti ku ka ashu, nuk digje. Jetë mirë, nuk përse ashu, nuk dua gje, nuk dua të mirë, më hape ashu, jam në halë të madhë. Nëna na i tërgoj të gjithë të histori, por na tha që ky është një sekret. Dhe unë nuk e dua atë fëmijë. Edhe pse u munduam që t'i tërgoni fotot e rutinës, për t'i thënë që ndoshta t'i jepte një mundësi për të takuar, ajo pranojt na i rrëfente të gjithën, por thaj që të lutem, thuaj një asaj vajze, që të mos më kërkoj më dhe unë nuk kam interes, sepse shtazania ka ardhur pa dëshirën time, e në fakt Rudina pas 2 ditëve do ishte në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe unë gjithë të lajmë do t'ja përcjellja. A është e vështirë, shumë e vështirë. Kur ka lajme të bukura, unë me zipres edhe ora 16 dhe të ju në transmetim të Pa Gjurmë dhe të përcjell lajme të mira dhe besoj ju që më ndiqni e shikoni e kuptoni kur jam energjike që vetëm flas, dije që do jap lajme të mira. Ndërkohë kam patur shumë të vështirë. Atë emision, kur ja kam përcjell lajmin, nuk e besonte. Ajo preu biletën nga Gjermania së bashku me bashkëshortin për të qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë. Ne nuk ishim treguar asgjë, se çfarë kishim zbuluar, vetëm thjesht i bën ftesën që duhet vinte në program dhe me njëherë preu biletën dhe erdhi. Dhe gjatë rrugës, derisa kishte zbritur në Rinas, kishte thurur plot ëndra. Mund të kem gjetur nënën, mund takoj nënën, dhe ndërkohë doli e shgënjur nga studioja. E di çfarë më tha Rudina pas emisionit? E prisje Rudina u preke shumë në emision. Shumë vite që e prisja në përgjigje dhe se gjë. Shumë vite kisha që e dikoj. Shumë. Të mret, kur të refuson për të mret shumë. Nuk e mendoje asnjëherë që kisha ardhur në jetë në ato kushte? Jo. Mendoja për me qetë një të shumirë që kone komunizmë të sfaqet tonë në pranojnë. Por e akceptoj dhe nga mendimin se unë jam i qenë në mbylloj një kapitull dhe jeta për mua është nuk thjesht ishe një prej, më kërëj dhe të mbrëndë. Së në ime që për të mësuar të vërtetën. Të jam i qetë, e akceptoj, e respektoj, pa diskutit. Pa shumë vështirë për lytë të sot është shumë vështirë në sot. Do shta duhet ta mirë kuptosh situatën e Pa tjetër. Unë do të regova që ajo u trondit ka shumë, kur pas 48 viteve mori vesh që ti e kërkoje, ndërkohë që ajo e dini që ti kishe ndruar jetë, që në shtëpinë jetimore, dhe mbi të gjitha ishte abuzuar nga një ushtar nëna juaj dhe e kishte mbajtur sekret kudo historinë. E kuptoj edhe nga po. Kush është pozicionin tim në se kuptoj shumë. Është shumë vështirë. Po më prapë tani do kohë në vend që ta përpunoj, ta pranosh. Ta pranoj. Po të pak në vija me qetë, në kuptimin që tani unë e mbylla një kapitull dhe ishte kapitulli të stime, tani e di vërtetë. Nuk lodhe më kush është nga vjetë dhe nga marrë. Nuk i ka më të pyqë, jam i qetë. Kur shikon imazhin e saj, nuk e di që, po nuk e di. Nuk e kuptoj të më. Nuk e di. a e të ka shkruar diçka te letra? Lecova. Dhe më respektoj edhe. Po të la për në shumë pia ime. Që i ka pranuar. Të ka shkruar të bija ime.
Dhe Odeta do të tregoj gjithçka. Po, Mirë, ke një moto, një vlla. dhe në për momentin e shumë kërkuar emocionalisht i lidh kohës. Kolla shon plagët. Aty jashtë të pret bashkëshorti. Ai nuk di asgjë. Ai si asgjë. Po konkurte, më thoshte, shko tek Odeta, më thoshte, shko tek Odeta, mos u lau me shumë televizione, se për të sallovasin. Kam besim, se të, pse e ka besimtar lidhje të kjo emision për gjuhë. E shoh thotë që Odeta është shumë e komunikueshme dhe ka shumë raste. E falenderoj bashkëshorti, sigurisht për besimin dhe forcën që të ka dhënë ty që të vish këtu. Unë kisha humbur shpresa se më kanë sallovatu shumë Odeta. Më kanë e thoja, okay, do i shkruaj nesër emisionit. Dhe për disa herë ka puna më thoshte, i shkruajte Odetës, nuk thoshte të emision për gjuhë, po më thoshte për emrin. Ndërkohë kur nise nga Gjermania, sepse ai të solli do shkosh tek Odeta. Je nisur që Odeta ma ka gjetur nënën. Besoj e kuptova që gjithçka ne kishim një lajm për të dhënë. E kuptova që një lajm ishte, po isha të përziera këto ndjenjat. Ndoshta nuk kam ndonjë gjë të saktë, po duhet konfirmoj ndoshta diçka ose të thot diçka të saktë, po që të ishte ky rezultat po do të doja kur që ti të kishe gjetur kaq shpejt. Se ka kaq vite që i kërkoj, dhe gjithë bërë të mbyllura. Kudo. Nuk e besoja kur, dhe do në lavë të bashkëshortit. Pati drejtë, duke kaluate më të mirë se mua. Nuk dua të ofendoja. Jo, në mënyrë absolute. E dashur Dina, mua më erdhi mirë që mësove një të vërtet që të ka munduar gjithë jetën. Shumë. Por kur ishte të dyja në transmetim, ma beso si unë ndjeva. Kur erdhi ai momenti i reklamave, që do hipja reklamat, dhe do ktheheshim në pjesën e dytë, unë i dija çfarë do të thosha dhe si do t'ja them rutinës. E pash që ti të vesh në syt. E pash që po dridhesh, po i kapja të duar, më jep pakuj, më the të pi pakuj, qetësohem, edhe gjatë kohës së reklamave ti nuk ishe fort mirë. Ma beso sa të vështirë pata unë që ta përcjellja të gjithë informacionin dhe momenti që të thosha dëgjoj nënën, çfarë ka thënë nëna. Dhe një pjesë të historisë së nënës unë dua që të tregoj tani. Personi që ishte ushtar është nga Kuksi. Pra, nga Kuksi, ai kishte ardhur me shërbim ushtarak në fshatin e Fierit ku jetonte nëna juaj që ishte bi. Ai e ka pëlqyer, e ka parë, e ka vështruar, nëna juaj e ka refuzuar. Nuk ka dashur, derisa ka arritur momenti që ai e ka abuzuar seksualisht. Dhe kur ajo ka mësuar lajmi që ishte mbetur shtatësan, e ka mësuar në 4-5 muajshe, kur ajo të ndjeu ty në bark, se nuk e kishte kuptuar që ishte azan, është shokuar. Më kupton? Fshati e mësoi si ngjarje, si episod që zonjën, mos ta përmendim emrin, filan ushtar abuzoi. Ka qenë një familje shumë e dashur në atë fshat, e respektuar, flas për familjen e nënës. Ata e kanë mbajtur vajzën. Ajo është veshur me të gjëra, e ka lindur, por i ka dhënë kushti që ki do vish këtu dhe vajzën ta lëmë jetimore. Dhe ajo kur ka ardhur është rikthyer, e ka martuar familja, nëna dhe babai. Ashtu ka qenë ajo kohë. Domethënë, ai ka bërë një jetë shumë të vështirë. E abuzuan seksualisht, solli një fëmijë që se pa kurrë, e martuan me një person që nuk e di shikur, që i ndroi jetë, ka bërë një jetë të vështirë ndaj ti duhet ta mirë kuptosh. Por e ke bukur që ajo më ka falur jetë dhe unë dhe dua t'i japësh një mesazh asaj. Unë e falenderoj, siç e thash më përpara, e falenderoj që më dhuroi jetën, dhe ndosi të më sjellin jetë, edhe me kushtet që ishin atë kohë. Nuk e paragjykoj, respektoj dhe
vendimin që ajo ka marrë. Edhe me rrethana që ajo ka që nuk e ka thënë të familjes për ekzistencën time, familjes shrete, bashkëshortit, fëmijëve. Mesazhi im është që falenderoj që më solli jetë dhe e respektoj dhe akceptoj vendimin asaj. Ju uroj që të kesh shëndet dhe gjithë të mira. Unë tani jam e qitë shpirtërisht. E më solla vërtetën, një të vërtet që më mundon të shumë. Kur ishim në program, në transmetim të emisioni Pa Gjumë, der dhe lot ku kujtove nëna dhe babai Birsus, të ndjem në faj që po e kërkoj. Ata janë lartë në qiell, por jam sigur që ata janë krenarë për ty. Shpresoj. Se ti nuk e bëra asgjë të keqe, se kërkove nënën tënde biologjike. Kam dhëruar shumë dashuri aty. Nuk e beson të. Duket sikur më bëj mëkat. Po jo, nuk është mëkat. Nuk është mëkat kjo që ke bërë ti, që ke kërkuar të mësosh të vërtetën kush je dhe nga vjen. Është e drejta jote e dashurin. Për ata të dhuruar ka shumë dashuri, s'të ka munguar familja. Fare. Kam dhënë shumë dashuri. Së posa më pari. Zoti dhe bi mos ka po emri. Zoti dhe bi. E të kësoj pak dhe bi se shumë vetë shumë e heqen atë hënë. Dhe bi, kurse nëna? Sanie. Të dhuruar shumë dashuri. Më ka rritur si një princesh. Të kanë bajtë. Fare, të ka një princesh. Dhe në të koka që shumë më vështirë, kush e ka jetuar komunizmin e duhet di shumë mirë si ka qenë situata në çdo drejtim, tjetër, mos të mëkuar. Dashuria ka qenë shumë të prandaj një. Unë e di e dashuritina që ata që kanë parë emisionin Pa Gjumë mund të jenë familjar të nënës dhe babait dhe ti nuk ndihesh mirë, por nuk do ta bëja publike. Po nuk më hapën asë në tërë. Kisha besim që mund t'ini në qëka më në. Që më flisë në ashpër. Se shumë gjëra së mënituar asë me t'pinë. Por ma beso, nuk e bëra asgjë të keqe. Ke kërkuar rrugët tua biologjike, ke kërkuar të mësosh të vërtetën tënde, është e drejta jote, fshi lotët dhe ta uroj me zemër që të bashkohesh me të zonën të sa më shpejt. Shpresoj, se besoj. Nuk e besoj. A e të vëmë të beskur. Koha shëron çdo plagë. Unë me të parin jam. Shpresoj. Mirë. Ishte një histori që jo vetëm më preku, por për gjithë ju që e keni parë në transmetim live, besoj ka që një emision që ka patur shumë komente, në fakt komente të cilat unë të Pa Gjurmi nuk ka mundësi që ti lexoj në transmetim live, është tjetër format. Dhe dua tani që të lexoj komentet që më shkruani ju për këtë histori, sepse ju e dini që Pa Gjurm shpeshherë trajton historira të tilla, fëmijë të braktisur, fëmijë që kërkojnë nënat biologjike. Dhe po shikoj lot, për Zotin a prekem. Më vjen shumë keq, shkruan dikush pikërisht për rastin që sapo prezantova. Po mirë Odeta, kohët kanë ndryshuar tani. Kështu mendoj dhe unë që kohët kanë ndryshuar tani dhe si ka mundësi që ajo nën nuk e pranoj, por ja që ajo nën ka lindur përpara shumë vitesh dhe ka jetuar në atë kohë dhe e ka të vështirë ta pranoj këtë kohën e re, që mos ketë problem nga paragjykimet. Ajo kishte frikë se mos e sekret do ta merrte vesh komshia, do ta merrte vesh sepse bashkëshorti kishte vdekur, ajo aktualisht jetonte vetëm me 2 fëmijët e saj, se ishte martuar. Kishte frikë se mos e merrnin vesh njerëzit e bashkëshortit të saj të ndjer, mos e mësonin kushurinë e largët. Ajo me atë kohë vazhdon të jetojë edhe pse ne bëm të pamundurën, sinqerisht bëm të pamundurën që ajo të gjente mundësinë për të takuar të bijën, qoftë 5 minuta për t'i thënë diçka, sepse ajo 48 vjeçaria kishte shumë pyetje për t'i bërë, donte shumë pyetje t'i bënte. Edhe këtë më kërkoj që edhe nëse nuk pranon, vetëm të më lejoj, ta takoj qoftë 5 minuta, ta shikoj një herë në sy,
ti bëj disa pyetje dhe ta mbyll si kapitull, por aman unë do jem e qetë. Por ajo si dha këtë mundësi, por koha shëron plagët, them unë, po është 47 vjeç sot. Sërsja të kohë, të paktën në privat janë studio që të lidheshin. Po, 47 vjeç është Rudina, ndërsa nëna e saj është më e madhe në moshë. Ajo është e gatshme të takoj kur të doja ajo nuk ka komplekse, nuk e ka problem për paragjykimet, ajo ka ardhur në studion e emisionit Pa Gjurmë, por nëna ndruhet. Unë nuk dua që të vija ajo në studion e emisionit Pa Gjurmë nëna, se ndoshta ndonjë familjar i saj mund të jetë kështu rastësisht në këtë live në TikTok dhe mund t'i flasi, mund t'ia mbushi mendjen. Unë nuk dua që nëna të vinë në studio ta takoj live të bien. Unë nuk e dua këtë gjë. Nëse ajo nuk e do këtë gjë, padyshim që as njëri nuk e detyron ta bëj këtë gjë. Të takohen në privat, në një kafene, ku të duan, vetëm që t'ia japi mundësinë të bijes ta takojë. Uroj që të takohet me nënën e saj, të njohë motra, të njohë vëllezër, sepse ka një motor dhe një vlla që ka sjellë nëna në jetë dhe uroj që të takohet. Mirë, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Ju premtoj që të takohemi në live të tjera për të folur, për të diskutuar me ju për tema të ndryshme, po për të ndarë edhe histori që unë trajtoj në studion e emisionit Pa Gjurmë. Mos harroni të abonoheni këtu në kanalin tim zyrtar në YouTube Odeta Dume Mandro, si dhe të lini poshtë komentin tuaj, pasi unë i lexoj të gjitha. Ju falenderoj që më ndoqët deri në fund dhe takohemi shumë shpejt bashkë. Përqafime!